kur ka nevoj partit bohën bashkë, i shtin... Bashkë se cila me se cila. Sakt, edhe i shtin problemet në tepih. Obligimet ndërkombëtare, kur niset me fole vërteta e madhe, është që janë dy qasje. Është raportet me Shtetet e Bashkuara që janë në pikë shumë tult, ka vlerësim zyrtar që janë të degraduara, fillimi i dialogu strategjik është pezullu ose është shty, edhe në raport me BE-n jemi në masa ndëshkuese. A ka ide qysh dilet prej qëtyne, edhe a ka ide çka bëhet me, fillimisht kisha nis me BE, çka bëhet me marrëveshjen e Ohrit. Po më ne, marrëveshjen e Brukselit edhe shtojcën e Ohrit. Shiko, dialogu nuk është çështje lehtë. Nuk është temë lehtë. Me vullnet, unë nuk e besoj që ndonjë qeveri apo parti politike shmerr me çështjen e dialogut. Po është temë tavolinë. Dhe edhe në kaluren ka pas negociata, ka pas marrëveshje, disa prej tyne janë zbatu ma mirë, disa kanë pas ma tepër vështirësi, disa prej tyne kanë prodhu rezultate ma të mira, për shembull marrëveshja për kufit e integruar, IBM-i, që i ka mundësu Kosovës vendosjen e pika doganore në gjitha pikat edhe në kufit e Kosovës, të përfshi edhe Jarinjen, edhe Bernjakun që zbatuan të ligjet e Kosovës, njëjtat procedura, gjithçka tjetër, edhe në njëjtë mënyrë bëhet grumbullimi i doganave, tatime dhe gjitha tjerave, po ka pas plot marrëveshje të cilat kanë dhënë rezultat. A janë ato në dinamikën e duhur, a janë alzu 100%, sigurisht se ka vend për shumë përmirësime. Sidoqoftë, unë insistoj në ato, që ne të lëvizemi drejt marrëveshjes përfundimtare me njohje reciproke. Dhe ta mbyllim këtë temë, që ne kupton që jo ta bojmë një hap, dhe pastaj të lojmë hapësirë edhe për hapa tjerë. Ju po thoni është proces i zorshëm, po shko që jeni ka thoni ju është shumë më e zorshme. Edhe më e zorshme. Për shkak se situata që e kemi, si hapi i rodhës, është super e thjeshtë. Është një projekt statuti i Asociacionit Komunave me Shumicë Serbe, të cilin duhet dikush me konstatu a është në përputhje me kushtetutën. Edhe ai dikush është vetë gjykata kushtetuese e Republikës Kosovës edhe hiç kërkush tjetër në botë. Kjo është e qartë, po unë mendoj që... Edhe deri që tash, Kosova si shtet jo serioz, s'ka pas guxim në gjykatë të vetën me dërgu një dokument për rregullimin administrativ të vetin. Pyetja është, a kena nërmen më bo shtet serioz? Jo, unë mendoj që jemi shtet i pavarur, sovran, me arritje, po me vend për permisim. Mendoj që formati i dialogut duhet me ndryshu. Nuk ka dhënë rezultatet e pritura 4-5 vitet e fundit. Faktikisht ka pas... Prej 2018, ka pas probleme për 2013-ës. Po, për kur është vendos taksa për qeverisë Panit e Knej, ama bashkërgjos ka probleme. Vazhdimisht ka pas probleme. Vazhdimisht ka pas... Nuk është temë e lehtë kjo. Mirë po, kjo format do të ndryshoj. Dhe unë besoj me një punë intenzive, korrekte, partneritet, besim, konsultim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të kenë një rol aktiv në këtë proces. Gjithmonë të e vlerësu edhe të e respektu rolin e BE-s. Mirë po, për vlerësimin tim, nuk është mjaftu shumë Shtetet e Bashkuara të Amerikës kenë një rol ma periferik, po t'jenë direkt të involvura në procesin e dialogut. Dhe për te kësaj, Kosova duhet të sigurohet cila është finalja e këtij procesi. Se jo me metë si teme hapur, kjo çështja e dërgimit draftit të statutit të asociacionit në gjykatën kushtetuese, çka e radhës. Dhe kur Kosova e ka perspektiven, pra po tham gjithmonë të i plotësu kushtet të standardet, me qenë antari BE-s, me qenë antari NATO-s, se antarësimi i Kosovës në NATO, edhe po ndryshojnë rrethonat, jemi vonu. NATO edhe ka ndikim të përmendoj, është diçka që me Amerikan mund të negociot ma shumë,
po flas në bazë të asaj që ata kanë deklaruar publikisht. Për Kosovën është jetike që me pas elementet e sigurisë të sovranitetit, tërësisë territoriale dhe integritetit shtetëror. Është jetike. Prandaj ne duhet me insistu këto. Te drafti aktual, për shkak se ne jemi vonu që ne se kemi prodhu draftin. Po, që është e vërtetë. Edhe ne kemi prodhu të tjerët. Po. Dhe tash është shumë ma vështirë me bo intervenimet e nevojshme në atë draft për me ardhë në atë formatin ku realisht kish me qenë në një mos saktum, nëse Kosovës i hapet perspektiva e integrimit në BE dhe antarësimit NATO, dhe kjo çështje është mbyllur dhe nuk i prodhon Kosovës problemen të ardhmen, dhe janë disa çështje aty që realisht duhet të adresohen. Nuk e ka vendin rezoluta 1244 në dokumentat e mbrëmshme të Republikës Kosovës. Drafti i statutit të asociacionit është dokumenti i brendshëm i Republikës Kosovës. Nuk e ka vendin arbitrazhi, sepse ti e zhvlerëson besueshmërinë edhe rolin e gjykatës kushtetuese. Për shkak se ti si shtet jo serioz, ndërmerr obligimet që 10 vjet nuk i zbaton kurrë edhe s'kan qore pa ta futur arbitrazhin, për shkak se nuk je partneri i besueshëm. Unë nuk pajtona me quajt Kosovën shtet jo serioz, se politika ndrojnë. Kosova është e përhershme. Kosova që 10 vjet e ka marrë një obligim për me themelu një asociacion edhe se ka themelu halo. Po të morëm pse edhe pola tjetër s'ka respektuar për Serbinë. Serbia është shtet për faqe të zezë, nëse po doni me krahasu. Jo, s'po dojmë me bu krahasime, se s'krahasu me ta heq. Sakt. Jo, po situata është që ne duhet të jemi të përgjithshëm, mirë po edhe ne duhet pozicionohem në çet pikë. Ja ku më thonë në takimet përbashkëta me partitë politike. Krejt bashk edhe jemi pak. Krejt bashk. Na mund me pas dallime në tema tjera. Në ekonomi, në arsim, shëndetësi, tema tjera, së dush. Edhe me pas dallimet ndryshme. Edhe qasje ndryshme. Edhe me u kritiku. Por në qitë temë, ka së të rëndësishme, unë mendoj që përveç partive politike, rolin e vetë du të epin edhe shumë ekspert, edhe shoqëria civile, gjithë ata që munden me kontribu. Pse me konstatu ju që nuk bën arbitrazhi edhe nuk bën në 2-4-4-shi. Qëto duhet me konstatu gjykata kushtetuese, edhe kretë çka duhet me bo një kryeministër i ardhshëm është me marë, ose një kuvend i ardhshëm, me forvardu në gjykatë. Kjo përveç aspektit legale, ka aspektin politik. E vërtet. Po me qëllim ka thjeshtësoj. Po jo, nuk është veç aspekti politik, edhe me thonë, tash, tha gjykata kushtetuese, ose një gjykatë me gjithë respektin e kretë. Rezoluta 1244 është e tepërt kjo dokument. Për ma shumë, nuk i referohet as vendimit të GND-s. Më thë, i referohet rezolutës, nuk i referohet vendimit. Prandaj, mendoj që kjo çështje duhet të diskutohet. Që i bjen që s'ka me pos përparim të prekshëm në që drejtin. Nuk e thashun që s'ka përparim të prekshëm, po tham që ti po konstaton. Po nuk është ashtu. Do thot, ka me pas biseda serioze, shumë të vendosura që gjërat që nuk janë dobi